imon për qarkullim dhe gjatë, aporeksi, e të tjera, e të tjera. Kur përdoret në dozat të shumta, rakipirësit i skuqen sytë, i marrin ngjyrën e jonçës, i deformojnë becët e syrit. Pak më vonë, sytë i shkoj shtrëmbër dhe i shohin njëna krushka dhe njëna mushka. Si thot populli, gjuha i rëndohet si e futur në alqi, flet fjalë pa kuptim, humbet kujtesë. Shtëpia ati del në 2 kopje, gruaja në 4 kopje. Në qoftë se ka 3 fëmijë, i duket 3 herë nga 3. E mbajnë për krahësh 2 vetë, se ai është shelma e të tjera, e të tjera. Mund të na thoni si e përdorim alkoolin? Një aktor teatri që raste 2 herë në javë regjizorin e vetë për të marrë një rol kryesor. Një inspektori për të nxjerrë një drejt studimi, një nxënësi me mesatar të ulët i edhë 2 damigjane me raki për meti. Ata që pranojnë në fillim e kundërshtojnë, bëjnë naze, nxehen, betohen se do ta hedhin në penxerja, se do t'i thojë shishet e do t'i bëjnë copë. Por lëngu i alkoolit sigur i ndes gjakun dhe e pranojnë dhuratën. Po. Kur si e keq me alkoolin? Në këto raste bëhet fjalë për keq trajtimin që bëjnë alkoolit banankir dhe kamarirët. Kanë një urrëtie të çuditshme për gotat e mbushura plot për plot. Edhe këtë e bëjnë fare fama. Klientët në këto raste belbëzojnë, shajnë në përdhëm, disa shkruajnë në librin e përshtypjeve, ose të tjerë alkohen në drejtori. Në qoftë se banankierët do ta ndjekin këtë emision, do të thonë me siguri, u apaksojnë gramaturën se mendojnë për shëndetin e klientëve. Ç'mund ta thoni për fëmijët që ulin rreth familjarë? Po. Ka raste kur fëmijëve të vegjël në darka familjare të ndryshme u zgjatet goda e rakis nga prindërit dhe ata zgjatin buzë e vogla e të njoma dhe kthejnë ndonjë gëllenjk. Fëmia fillon e vjen vërdall në përshpi, fillon e belbëzon, fillon e vërtet duke kërkuar, o ba, o bua, dua kiki, dua kiki. Këshillojmë që fëmijëve të mos u jepet kiki, se ju gëldet. Pra gëzuar vitin e ri 1988 edhe nga zemra shëndet. Ju falenderoj për bisedën dhe ju presim herë tjetër në studio. Ju falenderoj.